Ndodhemi në zemër të Alpeve shqiptare, në Theth, një nga destinacionet më të kërkuara edhe në këtë sezon turistik. Çdo ditë qindra vizitor e frekuentojnë Thethin kryesisht për shtigjet malore, për natyrën piktoreske, por edhe mikpritjen karakteristike. Muaji gusht shënon kulmin e sezonit turistik në këtë zonë alpine. Mesatarisht çdo natë në Theth qëndrojnë rreth 2000 turistë, ku pjesa më e madhe e tyre janë të huaj. Krahas vizitave në atraksionet natyrore si ujëvara e Grunasit apo syri kaltër, duket se shtegu Theth Valbon mbetet ndër më të preferuarit nga turistët. Izrael. Vi nga Izraeli, më pëlqen shumë, kam qëndruar një ditë edhe është shumë tërheqëse. Po, edhe unë vi nga Izraeli, më pëlqen shumë, ne do të ecim. We search in Google. Kërkuam në Google dhe nga miqtë e njohëm, është vend shumë i bukur, e rekomandoj, do bëjmë ecjen për në Valbon nesër dhe pastaj do ikim në Mal të Zi. Një tjetër atraksion që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje është zipline, i cili për të dytin vit radhës i ofron vizitorëve një përvojë ndryshe dhe plot adrenalin. This is the first time we do the zipline. Është hera e parë në Theth, është një vend shumë i bukur dhe do të provoj zipline. Familja ime sapo u holl, gruaja bashkë me 2 fëmijët e vegjël, po ndihem shumë i emocionuar që po e bëj këtë. Operatorët turistik në zonë shprehen të kënaqur me ecurinë e këtij sezoni. Fatmir Breish ta thekson se interesi për Thethin është në rritje të vazhdueshme dhe kjo po reflektohet në numrin e vizitorëve dhe qëndrimet më të gjata. Mirë, krahasim me vitet tjetër është një sezon shumë më i mirë. Normalisht me të huaj, jo me shqiptar, e Prishtinë është shumë e vogël. Ky vit ka kanë me shqiptar. Besoj se ky sezon ka më zot më shumë se vitet tjera. Me fluks pa fjalë. Thethi vijon të mbetet një nga perlat e turizmit shqiptar, ku natyra, aventura dhe tradita bashkohen për të ofruar një eksperiencë të plotë për çdo vizitor që zgjedh ta eksplorojë.